Më 30 qershor do të mbahet seanca e parë gjyqësore për dosjen e shumë përfolur Partizani, me të pandehur kryesor ish kryeministrin e vendit Sali Berisha, ndaj të cilit rëndon akuza e korrupsionit kryer në bashkëpunim. Gjykata e posaçme njoftoi këto të njëjtë se trupa gjykuese e kryesuar nga Elsa Ulliri dhe antar BIP Ndreca Erudina Palloj, se në datën e caktuar që do t'ju bëhet me dije të avokatëve, do të fillojë shqyrtimi në themel të dosjes penale ndaj të pandehurve Sali Berisha, dhëndrit të tij Amar Maltezi dhe të pandehurve të tjerë Fatmir Bektashi, Andi Apustina dhe Xhimi Begeja. Në këtë seancë do të nisë zyrtarisht përballja e Berishës me drejtësinë dhe avokatët pritet të paraqesin një mori kërkesash paraprake, siç është pavlefshmëria dhe papërdorshmëria e akteve të dosjes. Më herët më 19 maj gjyqtarja e posaçme Flojera Davidi, pas gati 7 muaj shqyrtimit të dosjes në seancë paraprake, pranoi kërkesën e SPAK dhe vendosi kalimin për gjykim të dosjes penale ndaj kreut të Partisë Demokratike dhe të pandehurve të tjerë. SPAK e akuzon Sali Berishën për akuzën e korrupsionit kryer në bashkëpunim, pasi ka favorizuar dhëndrin e tij Amar Maltezi në privatizimin e ish klubit sportiv Partizani. Ndaj Maltezit rëndojnë akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave, ndërsa të pandehurit e tjerë akuzohen për pastrim parash.